Të dashur miq të në një tjetër mbrëmje ku sjellim histori që vlen të tregohen, njerëz që kanë nëngjurë dhe personalitete që me punën e tyre kanë ndryshuar realitetet të tëra. Sonte kemi nderin të presim një figurë të veçantë të arsimit, kulturës dhe jetës shoqërore pukiane, një njerëz që ka nisur rrugtimin e tij nga një fshat i vogël i Pukës, por që me përkushtim, dije dhe karakter ka arritur të ndërtoj brez pas brezi një histori suksesi. Një mësues, drejtues shkolle, drejtor arsimi, deputet aktivist, njëri i bindjeve të pastra me vlerat pa lëkundër. Sonte në udhëtim me ne është zoti Prenk Pistja, një emër që lidhet fort me zhvillimin arsimor të Pukës dhe të Mirditës. Një njeri që ka marrë dekorata vlerësime, por mbi të gjitha nderimin e komunitetit. Zoti Prenk, mirë se erdhët në emisionin në udhëtim. Mirë se gjeta. Si fillim, ndihem shumë i lumtur dhe shumë krenar që në emisionin tuaj kaq të shikuar dhe kaq të interesuar për njerëzit, bëhem edhe pjesë e intervistës tuaj. Për të dhënë mendimet për jetën time dhe aktivitetin tim kryesisht në fushën e arsimit. Unë kam ndarë në disa drejtime, do të thoja, intervistën me ju dhe fillim së pari me portretin tuaj. Është një portret që ka çfarë të thuhet, por fillimisht unë do doja ta filloja tek gjeneza juaj. Jeni rritur një familje me tradita të thella patriotike, si ka ndikuar kjo trashëgimi në formimin tuaj? Po, unë kam lindur në vitin 1951 në fshatin Kalivare dhe si që thoni ju, në një familje të varfër për të shquar për tradita të larta patriotike dhe adhetare. Prindë mi kanë patur një kujdes të veçantë ndaj meje që unë të bëhem dikushi. Baba im më ka ftuar vazhdimisht në çdo neje që me njerëzit që vinin në shtëpinë tonë për të ndëgjuar muhabetet e tyre. Pra keni patur privilegjin se çfarë fëmijë keni qenë në odën e miqve, po themi ne. Për të ndëgjuar historinë. Edhe më thoshte që o birë, ndonë se mua më ndëgjon disa herë, po do të ndëgjosh ata miqt tonë që vinin, që për hir të vërtetës në shtëpinë time vinin pothuajse të gjithë përfaqësuesit e pushtetit të rrethit, kur vinin për probleme të ndryshme në fshat, por edhe miqt e mi dhe bënin shumë muhabete deri në orët vona të natës. Unë ndëgjoja gjithmonë muhabetet e tyre, për të marrë prej tyre përvojë dhe histori. Gjyshi dhe baba juaj kanë qenë vërtet figura të spikatura të kohës tyre. Cila këshilla po vlerë ju ka udhëhequr gjatë gjithë jetës tuaj? Po, është e shkruar në histori disa faqe për kontributin e gjyshit tim me të njëjtën emër, Prenk Pistja, për luftën e tij patriotike e adhetare, që për 16 vjet rresht ai luftoi me pushë në dorë, i inkuadruar në qetën e Currit në Fusharës, kundër turqve, serbëve, austriakëve dhe malazezëve. Janë mbi 20 këngë që përmendet emri i tij, si luftar e si patriot. Ka disa dekorime. Kohët e fundit ai është dekoruar edhe nga Bashkia e Fusharësit me titullin qytetar nderi i Bashkisë Fusharësit dhe nga Akademia e Artit, Shkencës dhe Letrave Mirdita me titullin lartë Yje të kujtesës. Unë Prenk Pistën e parë e kam pas simbolin dhe njeriun për i cilit udhërrëfysin tuaj, po themi ne. Ose udhërrëfysin e jetës time dhe punës time. Çfarë kujtoni nga fëmijëria juaj në fshatin e vogël të lindjes? Po, unë marrova arsimin 7 vjeçar, se kaq ishte arsimi i detyruar në ato vite. Kërkova të shkoj në shkollë të mesme, bëra 3 kërkesa. Më ka pëlqyer shumë sosia dhe kërkesa e parë ishte pedagogjike. Pastaj kërkova të bëhem, kërkesa e dytë ishte teknik gjeolog dhe kërkesa tjetër ishte teknik pyjesh. Se pyje kishte puka dhe gjeologji kishte puka, prandaj më pëlqenin. Pa një farë mënyrë 3 kërkesat ishin të lidhura me sparim me dëshirën tuaj për të bërë mësues, por gjeologjia dhe pyjet të lidhura edhe me ambientin ku ke lindur. Po patjetër se po. Këto kanë ndikuar sa duket. Por mua më doli një dek tjetër, që unë nuk e di as emrin, më doli veterinari. Mjek veterinari në Shkodër, mos gaboj. Veterinari në Shkodër.
nuk e kisha qef të zënat, por aty ndoli, unë shkova, kam shku në shkollë dhe për hirës vërtetës do të them që ajo ishte një ndër shkollat më të mira e Shqipërisë. Një shkollë tepër e konsoliduar, një shkollë ku kishte pedagog, gjysma e tyre kishin marrë jashtë shtetit. Unë mësova shumë në shkollë dhe dola me rezultate shumë të larta. Pasi marrova këtë shkollë, përsëri mendova tek mësuesia. Shkoj në seksionin e arsimit, takoj shefin e asaj kohe dhe i kërkoj të më çojë në shkollë. Pa u diftesën time dhe tha, patjetër se po, ti ke dalë shkëlqyer. Thosh, unë kam dalë shkëlqyer, po kam i keqe, thosh, unë nuk e dua zanat. Po çfarë zanati dën ti? Unë dua zanatin e mësuesisë, e kam pasion të jashtëzakonshëm. Çfarë dhe kërkon? Më mirë thosh biologji i kimi, sepse lidhet edhe me shkollën e mesme që kam marruar. Do të përpiqem ta realizoj dhe si përfundim u realizua. Dhe shkova në shkollë të mesme në Institutin e Lartë Pedagogjik, dega biologji i kimi në Shkodër. Veterinaria që thatë ju, në një farë mënyrë është mjekësi veterinare, është shkencë e gjallë, shkencë konkrete dhe shkencë pavarësisht se sot ka marrë revolucion tjetër. Është shkencë humane, pasi dhe kafshët janë... Edhe mjekësinë më rekomandoje shefi, po i thash jo, isha mërzit me veterinarinë dhe nuk shkoja për mjekësi. Dhe sa duket pasion ju ka... Kisha mësuesi në qef pasion. Ju ka dërguar përsëri tek mësuesia, por edhe zgjedhja juaj që atëherë tregon një farsoj intuite, ndoshta unë përpara hapit të brezit, për të zgjedhur biokiminë, një deg që kishit bazat themelore në jetën studentore. Me sa informacione ka muna, sa ka mundur të mbledh në disa kërkime që kam bërë për ju, me rezulton që heret ju e një zgjedhur në organet drejtuese të rinisës, asaj kohe, si erdhi kjo zgjedhje dhe si ju ndjet? Keni punuar me strukturët e rinisë nëse unë nuk ka po. Sa po fillova studimet në shkollën e lartë, si duket, ka ndikuar rezultatet e larta në shkollën e mesme dhe mu më zgjedhën si fillim përgjegjës grupet e biokimisë ishin 15 veta. Në viti i parë kishte 4 grupe. Pastaj më zgjedhën edhe përgjegjës kursi. Kursi pra kursi i vitit të parë. Është viti i parë. Duke parë rezultatet, ndërhym nga njëherë profesor fal sepse duhet të shkërojmë edhe për audiencën sepse ka disa që nuk e dinë çfarë është kursi. Pavarësisht se mund të kenë marrë diploma dhe kanë marruar edhe shkëlqyer, por se çfarë është kursi dhe leksioni këto ashtu është. Ka nga ata që nuk i dinë. Në vitin e dytë të studimeve të mia, duke pa edhe rezultatet që kisha në vitin e parë, më zgjodhen fillimisht sekretar rinie i kursit. Pra i drejtimit biologjik. Pastaj, pak më vonë, më zgjodhen sekretar të Komitetit të Rinisë të fakultetit, që fakulteti ishte gjithë fakulteti i biokimisë me gjitha vitet. Aty unë fillova të ndjeja veten disi të privilegjuar, por edhe me përgjegjësi. Them me përgjegjësi, sepse do të drejtoj rininë e fakultetit. Jeta ju e studori për këtë periudhës, profesor, çfarë viti? Fillova të heq ca dëshirat mia që ishin dëshira, po ndonjëherë dushin minimizu këto. Pra si përmarrje dhe përgjegjësitë janë dhe privacione për disa gjëra. Për shembull, unë kisha qef me majt pa flokë të gjata, ndërsa për veshje visha normal gjithmonë. Mua më pëlqenin këto këngët e huaja, këngët italiane dhe angleze, mu më pëlqenin dhe i këndoja këngët e muzikës lehtë, më pëlqenin normat e vallëzimit, donja këngët popullore qytetare shkodrane të Shqipërisë mesme dhe kulmi ishte që unë preferoja shumë serenatat e Korçës. Edhe sot bile këndoj këngë të tilla, ndosë zëri nuk është i atij niveli që mund të... Por intonohi lehtë në vibratat e atyre këngëve të mrekullueshme. Kjo që hoqa dorë pak nga këto qefet e jashtme dhe ju përvesha studimeve dhe përgjësive me rezultate të larta në shkollë. Vitet e jetës për çdo njeri ecin si ujët e lumit në nur dhe ndërkohë ju
Pas përfundimit të fakultetit shihni vetë si mësues të biologjikë kimisë. Si e kujtoni ditën e parë në klasë, çfarë emocionesh ju ka sjell? Ishte viti 73 kur unë për herë të parë fillova punën e mësuesit biologjisë dhe kimisë dhe për fat mirë në fshatin tim. Mora një laborator kimie që ai ishte i mjaftueshëm edhe për një shkollë të mesme gjimnaz. Unë e mora, mu ma dhanë seksion rësime dhe e mora për shkollën time të Kalivarës. Bëra përpjekje maksimale që unë ta tregoj veten që ditën e parë se kush jam. Në fund të vitit shkollor, u dukën rezultatet e punës time, që kishin brenda përgatitjen, pasionin, ishin rregulluar të gjitha. Po, seksioni i arsimit në një kontroll që bëri në shkollën time, ku punoja unë, më klasifikoi si nga mësuesit më të mirë të rrethit. Por, para se më shku te fundi, duke qenë biri një familje që vlerësohesh pozitivisht dhe shumë mirë, mua filluan të më ngarkojnë edhe me detyra tjera. Unë fillova punë në një shtator. Në fund shtatorit më zgjodhen sekretar të rinisë fshatit. Në tetor më zgjodhen sekretar të Komitetit të Rinisë Kooperativës. Në nëntor u bën zgjedhjet e Këshillit Popullor, më zgjodhen sekretar i Këshillit, u bën atëherë sekretar. Dhe në dhjetor më zgjodhen Konferenca e Rinisë Rrethit, më zgjodhi sekretar të Komitetit të Rinisë Rrethit, jo funksionar. Po nga e pati origjinin kjo zgjidhje e fundit, do të kujtoj një rast. Në fund në janarin e vitit fundit të shkollimit tim, unë dola në aksion që bënte Kooperativa Bujqësore për të hapur rrugën e fshatit. Aty në aksion erdhi edhe për të hapur aksionin erdhi edhe sekretari i parë i asaj kohe, Pali Miska. Unë dola jo si aksionist, po si turist në aksion, i veshur mirë, e dola në aksion. Sekretari i parë takoi të parin student, kishte të tjerë pas meje, takoi të parin student mu. Edhe i bani përshtypje paraqitja jashtme. Më tha, student jeni ju? Po, i thash. Po, për çfarë studioni? I thash, studioj për mësuesi, biokimi. Pa ktheu mbrapa? Po ktheva. Po shpikërën të lekë, thash, deri në qafë. Nuk mujta me kthy përgjigje sepse ishte i gabimi im që nuk duhesh, nuk e pranonte koha këtë punë. E kos. Po mirë, tha, po këtë gjaketën, tha, pse këtë qarë deri në gjysmë kurrizit? Këtu ktheva përgjigje, pak si me zor, po disi ktheva përgjigje. Shoku Bali thash, këtë gjaketën thash, treguva xhepin, lexon NPV, normale punim veshmathi Korç. Është prodhuar nga e ka bërë shteti, thash, ka prodhuar shteti, unë blen dyqan, tha. Po pse, tha, pikërisht të, tha. Këtë gjaketë i thot, i ku jeti më thot? I tregova me në babës. Tho, po, unë jo babën tanë, tha. Ndryshoj me dim, tha. Ndryshoj sjellje, tha, se do vash përgjegjësi. Kur iku kjo kohë në konferencën e Rinisë Rrethit, më pau atje në sallë, unë isha përgatit për diskutim, po nuk dhash emrin. I dha fjalën sekretari i Rinisë Rrethit, diskutantit fundit, ky thash i fundit, kur më pau Pali Miska mua atje në sallë, i thot sekretarit parë të Rinisë, mora idealet, i thot, mos është ideali që e kemi pa në aksion? Po, thot. Nërprej e thot te, që diskuton, jepi fjalën ti i fundit, ky tha. Edhe më doli emri më fundit. Kur ndoli emri, unë isha përgatit mirë, ati i përqej diskutimi im, tash kështu metet me thënë, e ngriti atë sallën e konferencës e Rinisë, një 3-4 herë në kam, edhe çuditërisht në vend që t'jepeshin komunikimi për zgjedhjet e reja, i tha sekretarit parë të Rinisë, pushim, tha, gjysmë një orë konferencës. I dha pushim konferencës dhe e pyeti këtë sekretarin e parë, e ke zgjedhë kund të, tha, në forumet të Rinisë? Jo, tha, o të mbyllë ty, tha. Po të sinjer njerëzit, tha. Më lidhje të përfaqësinë e byroën e re e gjitha, këtë, tha, do të zgjedhim, tha, sekretar të Komitetit të Rinisë Rrethit, jo funksionar. Pastaj, tha, ma vonë dhe funksionar.
u bën ato formalitetet dhe unë e pash vetëm direkt sekretar të Kombitetit Administrativ. Pra kjo është një hop i menjëhershëm. Koincidencë e bukur, por e nisur nga një kritik do të thoja ndoshta e drejtuesit të kohës asaj kohe. Nga sekretari i nis rrethit, jo funksionarëson si ka apo besimi dhe vlerësimi. Në vitet 78-82 ju keni qenë deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Si ishte të përfaqësoje Pukën në Kuvendin e Shqipërisë, në institucionin më të rëndësishëm, do të thoja unë? Ishte krejt një e pa imagjinueshme dhe pa pritur nga ana ime që unë të zgjidhesha, të propozosha e pastaj të zgjidhesha nga populli deputeti i Kuvendit Popullor. Unë punoja drejtor shkolle në Mesul, në atë kohë. Kisha nga Fleti, shkolla Fleti ku punoja drejtori inspektor zone, dhe erdha, se më dish baba dhe erdha me mrunë në Mesul. 4 shokë të mi mësues Gjirokastrit kishin shku për problemet e tyre në Gjegjen. Unë po baja punë në shtëpi. U kthyn ata, edhe i pash që po vini me vrap, e merr ndër shtëpia. Urime o drejtor më thanë se kemi një ngjarje të rëndësishme. Çka ka ndodhur thashun? Ne ishim Gjegjen tha dhe ju në fshatin Gjegjen tha ka ardhur kryetari i frontit rrethit dhe një sekretar i Komitetit Partisë dhe ka shpall kandidaturën tonë për deputet i Kuvendit Popullor. Ju s'dini gjë fare? Unë nuk dija gjë fare, absolutisht. Si më thon? Po ja futi kot duket. I e shpall deputet i Kuvendit Popullor tha. Ishin tashi shumë e madhe e veçantë, i majta për dorë këta shokët, lajmëtarët e këtij lajmi bukur. I majta për dorë. Edhe tash po prishin si do vinë ngjarjet. Pas kësaj më thirrën atje në Puk, edhe më thonë, kështu është, ti do jesh kandidat për deputet Kuvendit Popullor. Unë isha dhe u bona deputet i Kuvendit Popullor për fshatrat e zonës Gojanit, Gjegjanit, Puk fshat, ka bash dhe qyteti Puks. Kur mori vesh një mik i më dhanë rrimi të ndesh, se dilte tek zëri i popullit, se unë do t'jem kandidat për deputet, me një erdhim Puk, për të më përgatit për fjalimet, unë të bëshë takim me popullin. Edhe tha, do të bëjmë i fjalim, fjalimi serios, të korrekta, do të bëjmë për qytetin. Aty qytetarët që Puka tha ka një qytet intelektual. E keni patur këshilltarin e parë, po themi. Edhe aty ndërkohë që ju nuk kishit nevojë dhe shumë për këshilla, por edhe ma përgatiti aja fjalimin, përgatiti ca modele fjalimi fshati dhe u bën zgjedhjet, fitova, por objektivi me që mu besu këtë detyrë, objektivi im ishte madhor që ta tregoj veten se do të kontribuoj për Pukën. Pra t'ishit një zë përfaqësues, një zë kërkues, një zë këmbgulës. Po, pozicioni i fillestaj ishte drejtor shkolle, pastaj erdhën punët e tjera. Për ata që na ndjekin, me qenë se i fturi, ne menduam, ose saktësisht unë mendova që të ndalemi më gjatë tek qenia e tij deputet dhe më vonë, pastaj do të jemi edhe shef arsimi, se Prenga ka qenë në disa shkolla drejtor shkolle, po jo për t'ja nënshkaluar, po e çmova më të rëndësishme të jemi dhe ajo çfarë më bëri përshtypje mua në këtë bashkëbisedim është modestia, përtej modestisë e zotit Pistja, tek sa njofun, aq sa ka mundur të çmtoj nga, është ndoshta personi që ka më pak ose fare nevojë për ta ndihmuar, por ky tregohet i drejt për drejt dhe modest. Dhe me shumë modesti, pra ky ishte bërë deputeti i Kuvendit të Shqipërisë dhe deklaron që sot e kësaj dite para bie gati 50 vjet, thotë që më ndihmoi, që rëndësi ka se kush mund të ketë qenë, po miku i tij, ndihma ka qenë dashamirëse dhe ky vazhdoi ndërkohë rrugën e tij në Parlamentin e Shqipërisë. Cilat kanë qenë kërkesat kryesore ose çfarë ju keni arritur të realizoni në atë mandat që keni qenë deputeti i Kuvendit përfaqësues i Puks? Sa po morë këtë funksion, apo këtë detyrë, unë mendova që të laj emër. Të laj emër për gjyshin, për ato cilësi që fola më përpara.
të la emër për babën, që ishte kryetari i Këshillit Antifashist Nacional Shqiptar. Ishte bazë, shtëpia ime ishte bazë e rëndësishme e luftës, ku janë strahu partizanët, janë strahu dhe janë drejtu e janë ushqy disa herë në shtëpinë time. 25 vjet më vonë baba im që kryetari i Këshillit Popullor Fshati Kalivare. Dhe vetëm kur unë mbarova shkollën, që dori më zgjodhën mua sekretar Këshilli, nuk e zgjodhën babën, po bile populli protestoi, tha, nuk votojmë nëse nuk zgjidhet nuk preng pistja antar Këshillit, e donin kryetar ata. I tha ai sekretari i partisë, tha, mos nguteni, tha, kur tregoj kandidaturën, tha. Ne nuk e kemi kandidaturë për kryetar për antar Këshilli, por e kemi kandidaturë për ndihmë zyrtar, tha. Kur bani dame ju, tha, misi, tha, ju mbron prapë këtë, prapë vojtën tuaj, tha. Ka qenë gjykatat e fshatit. Atëherë detyra këto mendova unë që t'ja zbardh faqen për një vetëmi kur unë u ngarkova në këtë detyrë pushteti. Dhe po mendoja edhe kur isha drejtori i shkollës, çfarë mund të bëj? Por pozicioni i drejtorit të shkollës ishte pak anash me fjalë dhe ishte pak e vështirë që t'i jepja ato çfarë mendoja unë. Kjo u mundsua në një zgjedhje që bëri që bën ata të pushtetit në rreth, duke me ngarku me detyrë, duke me emëru në postin e shefit të seksionit të arsimit e të kulturës në rrethin e Pugës. A e kam dashte? Detyrë të cilën e keni mbajtur me Sadiun rreth një dekadë. Po. Unë nuk e desha këtë detyrë. Unë e mora vesh më kanë emëru dhe vrava menen si t'ja bëjmë me kundërshtu. Ndo thash në një pozicion tjetër, po, pak më të lehtë. Por unë dinë këtë pozicion sa i vështirë është. Më bën 3 telegrame, sekretari i parë, për të më komuniku detyrën. Në 2 telegramet e para unë nuk u përgjigja. Në telegramin e tretë shkova. Emër djarë më tha mu, këj sekretari i parë, tha, të bëra 3 telegrame, tha, vetëm tani erdhe. Shoku Thoma, i thash, Thomadini, i kam pastaj një sekretarit parë. Shoku Thoma, thash, unë e kam marrë vesh sepse më ke thirrur. Po, realisht, unë nuk kam qef me qenë në këtë pozicion. Po pse, tha? Ashtë pozicion i vështirë, thash, jam i ri, ashtë pozicion i vështirë dhe kërkon shumë punë. Nuk e di, a mund t'i dalë, apo s'me i dalësh. Kjo punë, tha, mos e kundërshtohet, kjo punë ka marrë fund, kanë vendosur gjithë organet, tha. Atëherë thash, a mund të tham unë një fjalë? Po mirë, thuje, tha. E di se do kem në hyrje shumë, i thash. Jo për bursa, jo për kuadër, jo për emërime, jo për shkolla, shumë në hyrje. Unë thash që mos i tham direkt juve, po ju anashkaloj pak ju, po tham për tjerët. Unë nuk do zbatoj as i urdhër, as i porësi të as kërkuj, thash që bjen ndesh me parimet dhe me objektiva që kam vënë vetës unë për drejtu arsimin e Pugës. Në qoftë ju mërzitini nga mos zbatimi i urdhërave, jam gati të lënë detyrën qysh një javën e parë. E mirë, tha, filloi herë. Kërkohet një pavarësi brenda konturave të asaj kohe. Edhe për këtë unë zgjodha me insistim se nuk donin, zgjodha një ekip vogël aq sa ishte organika e arsimit, zgjodha një ekip shumë të mirë që punoje me ta në seksion e arsimit, inspektorë e arsimit. Me këta bashkërendova punën, me këta bëja çdo gjë dhe pozicioni im ishte ti mbështes inspektorët, ti ndihmoj inspektorët, ti mbështes mësuesit, drejtorët të shkollave dhe nuk leja njëri që të bit në qafë asnjë prej tyre. Thoshja jam unë zoti tyne, përgjegjësi tyne. E pranuat, u diktuan, por u bët shef arsimi. Cili ishte visioni juaj për zhvillimin e arsimit në Pugë? Pra, kërkohet një farë mënyrë pavarësinë tek udhëheqja e kohës, që në heshje ua ka dhënë në sa kuptohet, dhe ndikuat në emërimin e pjesës më, po themi ne,
më të afërt të seksionit të arsimit dhe aty zakonisht duhej pjesa elitare, profesionistë të fushës, mësues të spikatur në drejtimet e tyre, dhe tani vizioni juaj fillestar, si e filluat këtë. E shikoja arsimin, sepse kisha punu 7 vjet drejtues arsim, drejtues shkolle, e njihja gjendjen e rrethit, e shikoj një arsimin në Puk me shumë mangësi. E krahasoja me ndonjë rreth tjetër, Shkodra, këto rrethet tjera, qoftë edhe Lesha, ndukesh vetja ose arsimi në Puk ndukesh mbrapa. Shkolla e mesme gjimnaz në Puk ka 7 e fundit në Shqipëri, që në rrethi. Në Puk kishte vetëm një klasë gjimnaz, të një gjimnazi në Puk, një gjimnaz dhe një klasë, me 30 vetë. Në Fusharës kishte një shkollë mesme bujësore, nuk e dorë një shkollë mesme bujësore, po shkonin 10-12 zanë, sa me mbaj klasën hapur. Sa me mbaj klasën hapur, sa po ishte hap, atë vi që shkova unë, sa po ishte hap, dhe një shkollë një Bale dhe në Gojan. Pra, ishin 4 shkollat mesme, një ishte sakt në Puk, tjerët ishin me nga i klasë bujësore, ishte skandaloze me menu se si mund të plotësohen nevojat e rrethit me specialista, me kaq maturanda që kishte Puka. Në një takim me shefin e arsimit ju keni patur fatin dhe mundësinë që në karrierën tuaj si drejtues arsimi të keni 2 ministra. Po. Tefta Camin dhe profesor Skënder Gjinoshi. Po. Nuk e di cili ka qenë radhë më i parë. Po kështu, Tefta para pas Skënderi. Dhe me ato çfarë deklarohet e keni dhe statistika, ju arritët të bëni një ndryshim, do të thoja unë, gjigant, kolosal, pasi 10 fishuat numrin e gjimnazistëve brenda 4 viteve të para, ndërtuat mbi 50 godina shkollore, shkuat për te i rekordeve, do të thojon, dhe kombëtare, për të vijuar ato çfarë patët filluar ju të thonit. Është vërtet. 30 maturant në 79-ën, kishte edhe nga shkollat e mesme jashtë rrethit që marruan, po ishin pak. Më erdhën 30 të drejta studimi për universitet. Sa më zi plotësova një 15. Kërkova Ministrisë së Arsimit që të shtohet urgjent numri i maturantëve, numri i nxënësve në vitet e para gjimnaz. Ishte kompetencë e Ministrisë kjo. Më erdhi prap plani 30. Unë që vitin e parë e trafishova. Numrin 30 dhe jo, më tepër se trafishova, hapa 3 klasa. 3 klasa nga 40 nxënës, 120 nxënës në gjimnaz. Vitin tjetër, hapa gjimnaz në Fusharësi, pra pa mirat i ministrie. Hapa gjimnaz në Bale, ku ishe bujësorja, hapa gjimnaz edhe në Gojan. Klasa gjimnaz, ishte një klasë plot me gjimnazistëve me nga 20 vetë për shkollë, dhe nga një klasë tjetër e vogël bujësore me nga 20 nxënës. Ktheva shkollat e mesme natën, i ktheva ditën. Në Qelës, në Luf dhe në Gjegjan. I ktheva ditën. Vitin tjetër, akoma më shumë nxënës në gjimnaz. Dhe mbana 4 vjeç u 10 fishu numri gjimnazistëve. Cila ishte situata kuadrit? Situata kuadrit në Puk ishte skandaloze. Ka stafi mësimdhënës, a kështu? Pa. Nga 650 mësues që ishte Puka në 79-ën, 300 ishte Albanxhi. Nga u bën një studimi nga kuadri i Komitetit Ekzekutiv për nivelin, për numrin e specialistëve me arsim të lartë të vendas dhe jo vendas që kishte Puka, dhe rezultoi sipas studimit të tyre, jo jemi, rezultoi që 85% e specialistëve me arsim të lartë për sektoret e ekonomisë e shëndetësisë, përveç arsimit, ishin jo vendas. Kjo ishte skandaloze. Unë prandaj kërkova këto shtesa. Unë i kërkoj Ministrisë së Arsimit me shkrim edhe me gojë, nuk më kthej përgjigje.
unë veprova me iniciativë. Po cila ishte kjo iniciativë? Po ku e morët guximin ju për të bërë iniciativa brenda atij sistemi të hekurt? Unë e fillova punën me një studim. Studim 15 vjeçar, e bam në seksion e arsimit, bashkë me shokët e mi, studim 15 vjeçar për masivizimin, perspektivat e arsimit mesëm, me synim plotësimin e nevojave në kuadër të PUK-s për një periudhë 15-20 vjeçare. Studime ka bëllë, po e kanalizuam të studim për të bërë... Për të arritur qëllimin Machiavelli. Për të bërë i ligjëruar, bisedohem me zëvendës ministrin e arsimit, në kohën kur ministri ishte Tefta Sami, ai kishte ardhur disa herë në PUK. Ai më mbështette në mënyrë të jashtëzakonshme për çdo projekt dhe çdo mendim që kisha unë. I thash do ta bëj një studim të tillë dhe do ta kaloj thash në komitet ekzekutiv dhe në byron e partisë. Kërkoj ta kaloj edhe në kolegjium të ministrit të arsimit. Dhe duhet një mbështetje të fuqishme sepse PUK është ngjerje skandaloze. Po tha, si përfundim ai erdhi në byron të partisë, u miratua dhe në kolegjium të ministrit të arsimit dhe ato piketa që kishin vënë në këtë studim, unë i quajta të ligjëruar. Ja ligj të, në fakt s'është ligj. Por Tefta në fakt studimi pranori ishte i saktë për pikë në lidhje me realitetin, me atë çfarë tregonte, pavarësisht se nuk kishte perceptuar në Atëherë unë fillova veprova. Po këto veprime nuk i përqyra në vesh Teftës, ministrit të arsimit. Ishte grua mirë. Ishte grua mirë dhe grua zoja, po me shefët nuk merresh fort. Merresh i zëvendës ministri. Zëvendës ministri Lili Zhamba ka qenë një personalitet i jashtëzakonshëm, një burr i kompletuar me gjitha drejtimet e fushës, drejtimit, pedagogjisë e të gjitha. Unë nuk e di statusin dhe fatin e tij, por realisht meriton një përshëndetje edhe nga ne për atë mbështetje që të ka dhënë ty për zhvillimin e arsimit në PUK. E meriton plotësisht. Ai më tha, merr telefon një ditë dhe më tha hajde ka thirr shoqja Tefta sa. Për çfarë? Po për ato tha që i din ti, tha i di edhe unë, tha po ato te kalimin e planit pranimeve në gjimnaz, për ato hapet e shkollave, që janë pa miratuar me ligjisht, po ne di tha se janë ato punë, po nuk e di tha nga është kush e kanë zgjidhur, tha ka ndërmend te ka fut në gjend me të prit, me të kritikuar jo. Po. Mi më thash, hajde të kunë, thashë pas të shkojmë bashkë. Shkuam, më tha ky zëvendës ministri thuja tha, shefe, si thashë shefe, thuja se ka djeni, ka marrë një gjys. Ka djeni, është djeni. Jo, nuk e thamë, thash. Edhe nuk e thash. Mi përmeni këto dy shkelje, pra te kalim të numrit të nxënësve dhe hapje shkollash, mesme, edhe unë i thash kaq. Shoqja Tefta thash, këto thash janë parashikuar në një studim që e kemi bënë. Unë e kam qujtë, thash, se janë ligjëruar këto. Jo, tha nuk janë ligjëruar, tha. Unë do marr përgjegjësi, tha. Në qoftë se do bëj përgjegjësi, thash, atëherë thash, ata thamun një fjalë, ta bëjmë pyetje. Po bane. Din thash, që deri tani thash, Shqipëria që nga 45 deri më sot ka patur shef arsimi deputet Kuvendit Popullor, se për mua thave din se deputet, po tha di. Nuk e di thash se ka pas ka pas. I thash nuk ka pas. Ishte rast i veçantë, Po, ishte rast i veçantë. në rang kombëtar. Edhe unë thash për 300 lek rrogë muj ma tepër, unë nuk e hapi 3 minuta deri zyre. Po ti qenë si ministri arsimit, tha, po ministri arsimit i PUK-s, jam unë thash, i Shqipërisë në ju. Në qoftë se do merri masën ndaj meje, thash, unë do të jem shumë i kënaqur. O, thash shumë i kënaqur. Po, shumë i kënaqur. Po pse tha? Po jeni anëtar e qeverisë, tha, po më propozoi për masë, unë heqën ata, thash. Sa shkojmë PUK më heqin. Po çfarë do bash? Do mbledh kolektivat e mësuesve dhe nxënësve dhe do t'ju bëjnë thirrje që të mësojnë me përkushtim, se i thash njëri do t'ju drejtohen nxënësve, do ju thënë njëri nga ju do shkojë në universitet për mësues dhe një nga ju do bëhet shef arsimi. Kur bëhet një nga ju shef arsimi, merrim punë mosë unë nga ju e kam mësuar. Jam penalizuar. Tha shoku Lili, tha, ç'a thot ky më thot? Atëherë kthem përgjigje ky Lili Zhamba me një zot të lartë kumbos përmetar ishte, kthem përgjigjen dhe tha shoqja Tefta, tha,
Ky thashta ndër shefat më të mirë që ka Shqipëria, tha. Nuk ka nevojë për mashta, unë për gjitha këto, tha, kam dieni, tha, dhe nuk ka nevojë për mashta. Edhe I ka pa mas. Tash për të ata që na ndjekin, ca statistika që I kam nxjerrë unë, në vitin 1986, studentët e Pukës e patën kalueshmërinë më të lartë në shkallë republike. Në vitin 87 Puka u shpall nga Ministria e Arsimit rrethi më I arrirë, ndërkohë për të rezultate zoti Prenk Pista është dekuruar me urdhën e infrashi. Profesor Prenga, tani ju rrëfyet diçka, natyrisht nuk mjafton një emision për një figurë si ju, por në pas viteve 90 ju zgjodhët Leshën për të banuar. Cila ishte zgjidhja ose çfarë? Përpara se sa të filloj ashtu të them një gjë tjetër të veçantë, pra Prenk Pista ka qenë deputet dhe shef I seksionit arsimit, ndërkohë u duket habi, por nuk ka qenë antar I Partisë Punës Shqipërisë. E veçantë do të thoja unë, po sa duket forca aktive brenda kësaj se po ta ndëshkoshin, filloshin me heq nga partia fillim, me hequn stash dhe sa duket Prenga I ka shfrytzuar në kuptim për mirë, dhe ju edhe pas viteve 90 qëndruat jashtë politikës dhe cila ishte arsyeja sipas jush? Ju përmendet 1-2 shifra, por unë do t'i them vetëm shkurt. Me punën që bëm, me këmbgulin që bëm, në vitin 86 arritëm që Puka me statistika zyrtare të ketë kalueshmërinë e studentëve më të lartë në Shqipëri. U habit Ministria e Arsimit si ka mundësi. Atëherë me një ekip për 40 vetësh, për një muaj kontrolloi, nuk la shkollë pa kontrolluar në Pukë, dhe pas një muaj kontroll erdhën konkluzionet. Në këtë kohë ministri ishte Skënder Gjinushi. Ai vetë kontrolloi një 10 shkolla. Se erdhi si vëdëtim, po themi. Si ka mundësi që me që Puka pas ka të rezultate më të larta në Shqipëri, në shkollët, në universitet, po si punon në shkollat e Pukës, dhe përfundimi zyrtar ishte ky. Puka u rendit në rrethet më të mira të Shqipërisë për gjithë tërkusit të arsimit, për cilësi, masivizim etj. Erdhi koha, unë mbyllja karriera ime si shef arsimi, punova ca vite në kabinetin pedagogjik, si drejtori I kabinetit pedagogjik, dhe erdhi puna në Lezhë. Nuk kisha qef që t'jem drejtues. Fillimisht u emrova zëvendës drejtor në RIL. Drejtori I arsimit I Lezhës, një Tonin Gjirgji, një burr I nderuar për mua, më ofroi edhe vende të tjera drejtuese edhe në qytet, nuk pranova. Punova ca vite aty në RIL, punova edhe në plan drejtor shkolle, pastaj dhova dorëshën dhe erdha në mësues në Manati, ku punova pjesën më të madhe të kohës. Nuk kam pas shef me qenë antar I Partisë Punës, as I Partisë Demokratike, as I Partisë Socialiste dhe as I partie tjetër. Por në Lezhë unë I falenderoj të gjithë drejtuesit e drejtorisë arsimore të Lezhës, pavarësisht se çfarë partie I kishte zgjedhë apo emëruar, mu më kanë trajtuar jo si mësues dhe këta drejtues, po mu më kanë trajtuar si shok, si koleg të tyre, dhe kam pas gjithmonë dashamirësinë për kontributin tuaj në jam jashtëzakonisht I kënaqur me qëndrimet dhe vlerësimet që më kanë bërë këta të Lezhës, dhe pa u përzgjedhur politik, po mendimin unë kam dhënë. Mendime ndryshme, në për libra, në për materiale Facebook etj. Ju natyrisht keni krijuar tashmë ajo çfarë ju keni patur objeksion, e keni realizuar më së miri pra që të ndiqni krenarinë e gjenezës familjare. Pra emrin e gjyshit tonë të keni ripërtrirë në emër, por e keni ripërtrirë edhe në kontribute, përtej një kontributi minimal të cilit do, se vetë faktet flasin. Ndërkohë që jetoni në Lezhë, tani edhe si pensionist, por jeni ende aktiv dhe në shpesh raste
dukeni edhe si kritik, por është koncepti i gabim, do të thonë që ata që bëjnë konstatime quhen si kritik. Pra jeni paksa më shumë se duhet agresiv, duket se njerëzit paragjykojnë. Prenga ka qenë shef arsimi në kohën e para 90-s dhe si të kritikoje. Çfarë do thoni shkurt për arsimin sot? Unë do të Pa thoja, në temore emra, pa thjesht në parem. unë do të thoja që në qëndrimet e mia zyrtare publike kam qenë kritik dhe jam kritik. Jam kritik sepse shoh se arsimi sot, po edhe tjera, jo vetëm arsimi, nuk është në ato pozicione që duhet. Njerëzit e arsimit, drejtuesit e arsimit sot, unë i gjykoj se... Sot edhe gjatë tranzicionit, që mos mbetemi vetëm sot. Po, Pra, për gjatë gjithë tranzicionit, po themi ne. Gjatë gjithë tranzicionit, unë e shoh se janë në pozicione të gabura. Një njeri mund ta ketë marrë universitetin para 30 vjeç dhe ai del në pension një mësues pa hyrë kush në klasë. Punonësit e detyrës arsimore nuk bëjnë asnjë kontroll. Pra mësuesi nuk njihet kush është ky. Mësuesi nuk mund të vlerësohet, nuk dihet cila është i mirë e cila është i keqi. E përrjedhoj, nuk ka asnjë lloj ndihme nga Po themi në këshilla, ndihma me udhëzime me gjëra. As kualifikim, as kur gjë. Duhet ndryshuar strategjia, duhet ndryshuar drejtimi, duhet ndryshuar koncepti i drejtimit të arsimit, jo kështu në mënyrë formale. A mendoni që, ose gjatë bisedave, ju promovoni arsimin dhe këshilloni të rinj që të ndjekin, ose të ndjekin shkollimin e tyre në fushën e arsimit? Unë edhe po t'isha i ri sot, unë do të nisha dhe do të preferoja të shkojnë për mësues. Ti riktheshe prapë arsimit. Jam i palkundur për vlerësimin e punës mësuesit. Por fatkeqësisht këtë menim që kam unë nuk e ndjekin të tritë e sotëm dhe pak njerëz, pak më të rënd preferojnë të shkojnë për mësues. Kjo për mua nuk është normale. Sa duket profesori para më mori, si me thanë, edhe pyetjen e fundit, mesazhin për ata që na ndjekin, pra profesori do të kishte rizgjedhur prapë arsimin një mision i bukur, e ndërkohë që ne minutat kanë kaluar dhe po e mbyllim këtë emision. Urojmë dashur miq që sonte të keni ndjekur me të njëjtin emocion në këtë bisedë zotin Prenk Pisja, një njeri që rrëfen jo vetëm historinë e një jete të mbushur me punën e ndershmëri, por dhe historinë e një epoke ku arsimi ishte dritë, përgjegjësi dhe mision. Nga fshati Kalivare deri tek drejtuesi i arsimit nivel rrethi, nga katedra e mësuesit deri te kuvendi popullor, zoti Prenk Pisja mbetet një shembull se si përkushtimi, vlera dhe puna e ndershme mund të ndryshojnë fatin e një komuniteti të tërë. Falenderojmë zotin Prenk Pisja për praninë, sinqeritetin dhe dashurinë me të cilën përqon çdo fjalë. Faleminderit dhe ju ndjekës që na ndiqni në këtë emision të bukur së bashku me Agustin Marinin, të ftuarin e radhës Prenk Pisja, deri në emisionin e radhës miru takosh.